Të jesh i bekuar nga Zoti do të thotë që të pranohet lutjet. Çfarë nuk kupton fjala i bekuar nga Zoti? I bekuar nga Zoti do të thotë të faresh 5 herë në ditë bashkë me synetet. I bekuar nga Zoti do të thotë mos fusësh haram në shtëpi e në trup. I bekuar nga Zoti do të thotë të dish ta lexosh fjalën e Zotit siç e ka shkruar Zoti. Të jesh i bekuar nga Zoti do të thotë mos i bësh keq kujt. Të jesh i bekuar nga Zoti do të thotë flasësh mirë, me edukat, mos flasësh fjalë të shëmtuara, të fllihura, mos i bish kujt në qafë. Ky është kuptimi të jesh i bekuar nga Zoti. Ndërsa shkurtimi i kuptimit i bekuar nga Zoti thjesht se bën mirë, kjo nuk është e mjaftueshme. Pra nëse ne duam të gjykojmë për një person, është i bekuar ky njeri apo jo? Kot, iksi. Shohim si ka ky njeri raportet me Zotin, me namazin, me halallin, me haramin, me haqet e të tjerëve, me edukatën, me sjelljen. Në bazë të gjithë këtyre ne themi valla ky është i bekuar. Edhe nuk është i bekuar me kuptimin që kur prek dikë i ecën marr. Po të erdhi në shtëpi i notë ai i bekumi ka pa Hizrin, tha. Ku është Hizri? Më tha se Hizri ka vdek para shumë shekujsh. I ka ardhur Hizri në shtëpi. Ej Zoti i madh, alhamdulillah.